Aleanca Kuqezi mbledh për herë të parë asamblen kombëtare të saj. Në këtë asamble, përfaqësues të Aleancës Kuqezi paraqiten një pjesë të programit të Aleancës. Përfaqësuesit e saj theksuan se deri në 28 nëntor të vitit 2012, datë e cila përkon edhe me 100 vjetorin e pavarësisë, numri i anëtarëve të Aleancës do të arrijë në 1 milion. Sa dëm i është sjell kombit shqiptar, nuk e meriton ky komb në të dy shtetet e tija, Shqipëria dhe Kosova, të jenë në këtë gjeratore të madhe të vetë shkatrimit. Me termat viza dhe liberalizimi i vizave aq shumë pëlluhet. Ky është me tërmend një term të cilin nuk e ka sjell fatkeqësisht politika, por vetë shqiptarët, që ju e dini shumë mirë, që çan detet, ngjiten malet me akull dhe fortunë, aty me mira mbetën në Tiranë për të mos gjetur kurrë. Por gjithashtu në këtë asamble është ngritur një grup ekspertësh, të cilët do të hartojnë programin përfundimtar të Aleancës Kuqezi, e cila do të bëhet publike në muajin maj të vitit 2012. Shqipëria bëhet do të jetë programi afatmesëm dhe afatgjatë i Aleancës që do të prek të gjitha shtresat e shoqërisë shqiptare.